Zemra e mbretit në dorë të Zotit është si rjetat e ujit, atë drejton nga do që do ai. Çdo rrugë e njeriut është e drejtë në sytë e tij, por Zotit më shumë zemrat. Të zbatosh drejtësinë dhe pamësinë është një gjë që i pëlqen Zotit më shumë se flitë. Sytë krenar dhe një zemër kryelartë që janë lamba e të pabesë, janë mëkat. Besinimet e njeriut të kujdeshem qonë me siguri në bolja, por ai që ngutet do të bjerë me siguri në varfëri. Të përftosh të sare me një gjuhë gënjeshtare është një kotësi kalimtare ati që kërkon vdekjen. Grabitja e të ligjve do t'i shkatëroj ata, sepse refuzojnë të bëjnë drejtësi. Rruga e njeriut të fajshëm është dredha dredha, por njeriu i drejt vepron dëshmërisht. Më mirë të banosh në një qoshe të qatisë, sesa në një shtëpi të gjerë me një grua grindave që shpirti të pabesit dëshiron të keqen. As shoku i ti nuk gjen mëshirë në sytë e ti. Kur dënohet talësi, i thjesht i bëhet miurt, dhe kur mësohet i urti, ai merr njori. I drejti mbron shtëpinë e të ligut, kur të ligjit përmbiten në ligësinë e tyre.
Kush mjëll veshin ndaj prit mësë të varë fërit, do të bërtas edhe aj, por nuk do të ketë përgjigje. Një dhurat e fshehtë që të thonë zemërimin, dhe një dhurat në gji e shuan një zemërim të fort. Të bësha qeshtë e drejt, është një gëzim për të drejtin, por është një rënim për ata që kryejnë pausin. Njeriu që largohet nga rruga e maturisë ka për të banuar në kuvendin e të vdekurve. Ai që dashuron qefe do të varfërohet, ai që dashuron verën dhe vajrat aromatike nuk do të pasurohet. I pabesi do t'i shërbej si shpërblim të drejtit, dhe i paudhi në vend të njerëzve të drejt. Më mirë të banosh në një tokë të shkret, se sa me një grua grinda vecë dhe gjak nëzet. Dhe sa i qmuar dhe vajra aromatike gjende në shtëpinë të urtit, por njeriu budalla i prish të gjitha. Kush njek drejtin dhe dëmshurin, ka për të gjetur jetën, drejtsin dhe lavdin. I urti e pushton qytetin e të fortve dhe shkatëron kështjellën në të cilën ata kishin besim. Kush ruan gojën dhe gjuhën e tij, mbron jetën e tij nga fatkeqësi. Kush vepron me zemërim e mendje madhsi, quhet arrogant, krye lart dhe talës. Dëshirat e përtacit e vrasin atë, sepse duart e tij nuk pranojnë të punojnë. Ai dëshiron pa pushim gjithë ditën, ndërsa i drejti jep dhe nuk kursehet. Fëmijimi të ligjve është që është pifur, aq më tepër kur e ofrojnë me qëllim të keq. Dëshmitari i rem do të shkatërohet, por njeriu që dëgjon do të ketë gjithmonë të drejtë të flasë. Njeriu i ligë bën fytyrën e tij të ashpër, por i drejti ndreq rrugët e veta.
Nuk ka as dituri, as gjuarësi dhe as këshill kundër Zotit. Kali t'i bëhet gati, shala për ditën e betejës, por fitoria I përket Zotit.